Të nderuar teleshikues, selamu aleikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Sot do të trajtojmë një tjetër ajet i cili e prek shoqërinë në zemrën e solidaritetit social. Ky ajet, i cili na transferon nga sfera morale në atë të politikave sociale dhe ekonomike, do të vizatoj për ne një hartë e cila do të ndridhe parapri rrugën e shoqërive pra drejt solidaritetit. Bëhet fjalë për ajetin 215 të surës El Bekare, ku Zoti i Gjithësisë thot: "Të pyesin ty çfarë të japin si lëmosh. Thua ju, pra o Muhammed, çfarëdo bamirësie që bëni, ajo le t'u takoj prindërve, farefisit, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarve. Çfarëdo të mire që bëni, Allahu e di pra atë." Ne sot, vëllezër të nderuar besimtar, do të trajtojmë sfidat sociale që ka lëmosha, gjithashtu edhe pyetje interesante që qarkullojnë në zhargonin e përditshëm, pra a lejohet të bëhet publike bamirësia, e shumë pyetje interesante si këto. Prandaj, le ta dëgjojmë sot mikun e ftuar dhe hoxhën e nderuar Ahmed Kalaja. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit. I cili pra do të na japi, besoj, një shtjellim tepër dobiprurës dhe shterus rreth kësaj teme. Atëherë le të nisim nga ana e interpretimit të ajetit. Pra kush është shkaku i zbritjes dhe në çfarë konteksti pra ka ardhur ky ajet? Siç e thatë ju, ajeti bën faktikisht, domethënë, atë shpërnguljen nga pjesa e retorikës teorike në pjesën e praktikimit dhe përjetimit të fesë dhe të besimit. Presupozohet që feja dhe besimi dhe lidhja me Zotin dhe shpresimi i shpërblimit në botën tjetër e bën njeriu në këtë botë më bujar, bën njeriu në këtë botë më fisnik, sepse ai e kupton se faktikisht ajo që mbetet është ajo që japim, ajo që ne harxojmë faktikisht është ose ajo që ne konsumojmë faktikisht është ajo që është harxuar në të vërtetë. Pra krejt kundërta mentalitetit sot. Ajeti faktikisht ka zbrit në rastin një sahabi, Amr ibn Xhamuh radhiyallahu anhu, i cili ka qenë një sahabi goxha i pasur, por ka qenë dhe në moshë. Dhe ai vjen dhe pyet pejgamberin alayhis salam, thotë: "O pejgamberi i Zotit, un kam shumë pasuri. Si ta shpërndaj këtë pasuri?" Dhe pejgamberi alayhis salam zakonisht kur i vinin pyetje të tilla, priste, do thonë se mos shpallja jep ndonjë orientim përveç asaj që ai mund të shihte si orientim. Dhe pa kaluar shumë kohë zbriti ajeti ku Zoti tha: "Yes'alunaka madha yunfiqun." Po të pyesin ty o Muhammed se çfarë të japin ose nga sa duhet të japin ose nga cila pjesë e pasurisë duhet të japin. Kul ma anfaqtum min khair. Çdo të mirë që ju e shpenzoni është mirë për ju. Pra dikush jep nga pasuria, dikush jep nga koha, dikush jep nga, le të themi, nga përkushtimi, dikush jep në zgjedhjen pra nuk humb gjokë Zoti, siç thot populli në zhargon e përditshëm. Po, pra asaj që ka thënë Zoti. Mirë po Zoti bëri një renditje më meritorët ose cilët janë më meritorët që duhet përfitojnë për mirësive tona. Se më meritori për të përfituar prej mirësive tona janë prindërit, njerëzit e afërt, pra ma anfaqtum felil walidaini, për prindërit, pol akrabin, për njerëzit që janë, le të themi, akraballiku, gjaku dhe farefisi, wal yatama, jetimet, wal mesakin dhe njerëzit në nevojë. Pastaj mbyllet ajeti duke thënë Zoti: "Wallahu alimun hakim." Dhe Zoti është i gjithë ditur dhe i urtë, pra në çdo gjë që ai ka sjell si rregull dhe si ligje dhe si norma, është ka në to urtësinë e vet. Pra ajeti këtë shkak ka, pra dikush ka pasuri dhe pyeti profetin si, do të thonë, ku marr më shumë shpërblim, dhe vjen përgjigje nga i Madhi Zot. Faktikisht kjo pyetje është bërë dhe në hadithe. Pra ka ardhur dikush tek pejgamberi sa më ka thënë: "O pejgamberi i Zotit, nëse kam 1 dirhem, vetëm 1, ku ta shpenzoj?" Ka thënë: "Për veten tënde." Ka thënë: "Nëse kam edhe 1 dirhem tjetër." Ka thënë: "Shpenzoje për familjen tënde." Ka thënë: "Nëse kam 1 dirhem tjetër." Ka thënë: "Shih më të afërtin dhe më të afërtin." Ose një transmetim tjetër tha: "Për veten tënde, për familjen tënde, për motrën tënde, për vllajën tënd, pastaj më i afërti dhe më i afërti." Pra, domethënë, ideja është që ku është shpërblimi më i madh, sepse njeriu që do të japi normalisht
mendon që të marrë shpërblim më të madh ose të arrijë shpërblimin më të madh. Pra Zoti bën një renditje të prioriteteve. A mund të thoni shkurtimisht kush konsiderohet jetim në Islam dhe kush konsiderohet i varfër? Po. Atëherë Zoti bëri një renditje të prioriteteve. Pra më kryesore dhe më e rëndësishme për të përfituar për mirësive tona duhet të jetë familja. Sepse nuk ka sens dhe nuk ka kuptim që ne të bëhemi bamirës me botën jashtë familjes, ndërkohë që njerëzit e familjes tonë apo njerëzit e gjakut tonë të afërt, le të themi, kanë hallë dhe kanë nevojë. Pra ibda bi nafsika wa bi man ta'ul. Filloj një herë me veten tënde, pastaj me familjen tënde. Është fjalë porosi profetike. Kush nuk është halal shtëpit, si është nuk është haram rrugë, është një shprehje popull pak a shumë. Vim tek fjala wal aqrabin. El aqrabin ka dy kuptime. Ka kuptimin akraballiku, pra njerëzit e gjakut, dhe ka për qëllim njerëzit e afërt rreth teje. Pra ne kemi njerëz të afërt që janë fëmijët dhe kemi njerëz që janë të afërt me ne në rastin e bashkëshortes. Kemi rastin që njerëz janë të afërt me ne, njerëz që kemi koleg dhe njerëz që mund të kemi së bashku një udhtim. Të gjithë to quhen al aqrabin, pra njerëz të afërt. Po si më thonë edhe këta kanë klasifikim, gjaku, fëmijët, le të themi njerëzit e familjes se futet tek prindërit, dhe njerëz që mund t'i kemi koleg në punë ose gjatë një udhëtimi. Pra mbas prindërve, mbas familje vijnë këta. Thot ajeti wal yatama. Al yatama, do të thonë fëmijët jetim që kanë ndruar jetë të dy prindrit ose i kanë ndruar jetë babai. Në këtë rast ky konsiderohet jetim dhe meriton që të shihet me një sy të veçantë. Pra nëse ka vdekur vetëm një prind, konsiderohet jetim, ë? Po. Okej, dakor. Në Islam thuhet që, do të thonë, nëse çdo fëmijë ka një prind që ka përgjegjësi për të, prindi i jetimit është shoqëria që ka përgjegjësi për të. Pra është gjithë shoqëria e obliguar që të përgjigjet një jetimi, sepse, si më thënë, mbarvajtja e një jetimi është mbarvajtje dhe tregues pozitiv i një shoqërie dhe, do të thonë, defektet apo problematika që mund të ketë një jetim faktikisht nuk tregojnë thjesht problematikat e tij, po tregojnë dhe pasqyrojnë problematikat që ka shoqëria. Për këtë arsye ne në Islam kemi, do të thonë, që profeti ynë Muhamedi alayhis salam ka qenë jetim, dhe le të themi më shumti që përmendet në Kur'an është kujdesi ndaj jetimit, do të thonë jetimit është kushtuar rëndësi shumë e madhe, saqë profeti alayhis salam tha, unë dhe ai që kujdeset për një jetim do të jemi në xhenet si këto të dyja, dhe bashkoi pejgamberi s.a.s. mes dy gishtave të tij, pra për treguar se ai që kujdeset ndaj një jetimi ka një shpërblim shumë të madh, shumë. Po i varfër, sepse prapë është një pyetje që njerëzit. Nësa fjala mesakin këtu nuk kupton nevojtarët. Ne kemi dy terma në Islam, kemi el fukara dhe mesakin. Fukarejt ose të varfërit, ata të cilët plotësojnë dot nevojat e tyre ditore të jetesës. Ndërsa el mesakin janë nevojtarët që faktikisht kanë, por nuk plotësojnë dot nevojat, le të themi, nevojat mesatare të jetesës ose nevojat vjetore të jetesës. Jo varfëri ekstreme, pra. Varfëri, po tu ajeti përmendi nevojtarë dhe nuk përmendi fukaret, që do të thotë, përderisa përmendi nevojtarë do të thotë se fukaret janë brenda. Pra, një njeri i cili ka, atë le të shohë prioritetet, familja, prindërit, gruaja, fëmijët, të shohë gjakun e tij, komshit, njerëzit që janë përreth tij, po edhe kolegët që mund të ketë në punë ose që mund të ketë një rrugtim të caktuar, dhe pastaj duhet të shohë patjetër kategorinë e jetimëve, i jepet përparësi jetimëve, dhe pastaj duhet të shohë njerëzit që janë, le të themi, fukaret ose njerëzit nevojtar. Sepse në fund fare këta janë ata të cilët, domethënë, janë shkaku i shpërblimit ton, sepse po mos ishin këta, ne ku do ta marrim shpërblimin? Pra nuk duhet parë sadakaja si një lloj, le të themi, se çfarë po bëjmë. Faktikisht Zoti po i jep të pasurve një mundësi për të shpërblyer. Kështu që këta janë ata të cilët i ka bërë Zoti sebeb që ne të pasurit të shpërblehemi. Kështu duhet parë gjëja dhe nuk duhet parë se çfarë po bëjmë. Madje thotë që është e drejta e tyre ose pjesa e tyre tek pasuria e juaj. Pra është e tyre, nuk është koncept akoma dhe më. Mbulimi i kësaj shtresë të shoqërisë do të thotë, pra mbulimi, duke i plotësuar nevojat, duke i mbyllur hallet e tjera, do ta bësh shoqërinë që të rritet cilësia.
sepse një shoqëri e cila e ka mendjen tek barku, e cila e ka mendjen se si të plotësojë nevojat ditore, e cila e ka mendjen se si të plotësojë nevojat mujore, nuk ka hapësirë për të pas, le të themi, për të pas objektiva, për të pas synime të larta, domethënë do të mendoj, si më thonë, nga gjoksi e poshtë. Dhe në momentin që kjo pjesë është mbyllur, atëherë shoqëria fillon edhe, si më thonë, sjell frutat më të mira të produktit njerëzor, të mendimit, të arsyetimit e kështu me radhë. Dhe faktikisht, domethënë këtu, domethënë, për këtë arsye Islami po ta shohësh, çu në fillim fare pejgamberi Islam i kushtoi rëndësi kësaj pjese, ushqeni të varfrit, pra mos të ketë njerëz që lypin etj. Gjithë kjo që shoqëria të bëjë një, le të themi, një kapërcim nga nevoja e barkut dhe nevojat, le të themi, ditore, që të shohë, domethënë, që se si mund të ndërtojë një të ardhme, se si mund të ngrejë një të ardhme e kështu me radhë. Nga njëri të bëhet human, pra, ta themi. Në fakt është një risi që sjell Islami dhe pjesa që konsideron gjithë shoqërinë si një trup i vetëm. Pra dhe sot ne shohim shumë teori dhe ekonomike që thot pra njeriu çdo lloj gjë që bën i kthehet në shoqëri në një farë forme tjetër. Dakor, por është edhe një temë ose le ta quajmë një lloj debati sot në rrjetet sociale për shoqatat, organizatat të cilat publikojnë raste, publikojnë sa fonde kanë donatuar apo qoftë imam udhëheqës. A lejohet kjo në Islam apo do të jetë fshet gjithmonë pjesa e bamirësisë që bën njeriu? Faktikisht sipas Kuranit, më e mira përgjithësi në adhurimet është fshehtësia, sepse është një raport adhurimi dhe një raport sekret mes njeriu dhe Zotit të tij, dhe më mirë ta di Zoti, më mirë shpërblen Zoti. Mirë po, në rastin e lëmoshës dhe të sadakas, Islami ka sjell një përjashtim. Lejohet që të bëhet edhe haptas, kur mendohet se nëpërmjet paraqitjes së rastit haptas mund të ndikohen të tjerët, ose shërben si transparencë për njerëzit që kanë kontribuar. Megjithatë, ajo që unë preferoj do të ishte mos të jepen imazhet e njerëzve të cilët përfitojnë. Pra, shqyr Zotit, teknologjia, shkenca, grafika, ka ecur aq lart sa që fytyrat e njerëzve të cilët përfitojnë mund të sfumohen, mund bëhen me hije në mënyrë që mos nesër pas nesër ky njeri do të dalë në rrugë. Pse duhet bëhet i njohur për hallin që pati, ose ky fëmia nesër pas nesër do të rritet pse duhet nga shokët ndoshta dhe të bulizohet, ky është ai që ka lyp apo që e ka ndihmuar etj. Pra damkosët. Pra, thot Zoti në Kur'an, in tubdu sadaqati فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Nëse I shfaqni lëmoshat, keni bërë atë që lejohet, pra lejohet që t'i shfaqni. E nëse I fshihni kur ja jepni të varfërve dhe nevojtarëve, kjo është më e mira për ju. Pra, kemi shumë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një rast vin një, le të themi, një fis tek profeti alayhis salam për t'i dhënë besën. Mirë po u pa që ata ishin ekstrem, pra nëse gjendja në atë kohë nuk është se ka qenë Medinja apo gadishull arabik diçka që binte në sy, siç është tani për shembull që bien në sy, le të themi, vendet e gadishull arabik, po në atë kohë ka qenë shumë situatë. Megjithatë, këta njerëz ishin edhe më keq akoma. Dhe kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjendjen e tyre u bë keq. I thirrri njerëzit në xhami dhe filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam t'u fliste njerëzve për mirësinë e dhënies së sadakas. Dhe njerëzit, domethënë, shihnin ata, shihnin profetin dhe u bë një gjendje, si më thon, kështu pauze, asnjë lëvizje. Njëri u çua dhe shkoi në shtëpi, solli, le të themi kështu, një prehër me hurma dhe derdhin mes xhamisë. U çu një tjetër solli ca rroba, u çu një tjetër solli grur, u çu deri thot sa u bë thot në xhaminë e profetit alayhis salam si një kodër e madhe me ndihmat dhe ushqimet që solli njerëz. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, cilido që bëhet sebeb për një të mirë, ai do të marrë shpërblim, po edhe çdo njeri që ndjek rrugën e tij, dhe kushdo që bëhet sebeb për një të keqe, do të marrë ndëshkim, po edhe çdo kush që bëhet sebeb për të ai u bë shkak, domethënë që ai të ndjekë rrugën e tij. Pra,
do të thonë stimulusin këtë profeti alayhis salatu wassalam, do të thonë e ka nxitur dhe nuk tha ai gjë se do ta jap sheuraz e tij. Përkundrazi e lejoi një gjë të tillë. Pra njerëzit janë çuditshëm. Dikush merret me një bamirësi, merren me faktin, jo po pse bëhet haptas, o zotëri, ai njeriu për shembull le themi po bëhet me shtëpi. Fakti që ky njeriu po bëhet me shtëpi është më e rëndësishme se sa u dha haptas apo u dha fshehurazi. Fakti që ky njeri po kryen një hall operacion është më e rëndësishëm se sa fakti u bë haptas apo u bë fshehurazi. Pra këtu bëhet fjalë për jetë njeriu, këtu bëhet fjalë për strehim, për jetë njerëzish, bëhet fjalë për dinjitet njerëzor. Një njeri i cili s'ka shtëpi është shumë, do të thonë, ai si do të dalë, si do të jetojë, do të thonë merr mend çfarë mund të pritet për një familje e cila nuk ka një strehim mbi kohë, apo një njeri i cili ka fëmin, le të themi për operacion, apo prindin për operacion, apo vllajin për operacion, apo motrën për operacion dhe nuk ka zgjidhje çfarë do të bëj. Pra ne duhet të shohim gjërat, do të thonë më seriozisht, bëhemi serioz se sa. Jo vetëm kaq, po përderisa përfitimi është tek të varfrit, në fund fare Islami ka bërë një lloj tolerancë, le të themi. Po le të dalë çfarë problemi ka. E rëndësishme është mos ketë njerëz që vuajnë. E rëndësishme është mos ketë njerëz që kanë halle. Pra vetë Islami ka lënë një lloj tolerancë përderisa përfitimi është tek varfri. Dhe ne këtë faktikisht e shohim në situata të tjera. Për shembull, kur bëjmë llogarinë e zakatit, thuhet aty çfarë është më e dobishme për të varfrit. Lejohet që të jepet zakati një vit para apo 2 vite para. Zakatin do të jap në Ramazan për shembull. Ndodhi rast, a mund ta nxjerrë 6 muaj përpara, mund ta nxjerrësh 6 muaj përpara, mund ta nxjerrësh 1 vit përpara. Pse? Se çfarë është më e dobishme për të varfrin. Nëse unë i bëj llogaritë fikse, do të ndali një shumë, le të themi X, ama nëse unë ja fus me hamendje dhe me një mesatare, do të dalë një shumë më e madhe sa shuma fikse. A lejohet të përdor këtë shumën me mesatare, lejohet të përdor shumën. Po pse? Sepse është më e dobishme për fukarit, për varfrit. I thyen rregullat. Pra thyen rregullat, sepse këtu për këtë arsye unë tash domethënë, në momentin që ti e nxjerr njëu nga halli dhe sikleti, do thotë që jo vetëm që e ke nxjerr nga halli dhe sikleti, por ti e ke liruar atë dhe mendërisht. Pra e ke bërë atë që të mendoj për gjëra të tjera dhe jo të mendoj se si do të mbylli muajin apo se si do të mbylli ditën, siç mund ndodhi në disa raste. Qartë, po dhe shëshohen hendeqjet ose le të themi aktet kriminale, vjedhjet, sepse fundfare njeriu absolutisht të janë efekte dytësore, pastaj pra kemi efektin e shpërblimit tek i Madhi Zot, që Zoti i Madh kur ti jep ta kombeson dhe nuk mbaron ndonjëherë. Domethënë kur ti jep për hatër të Zotit, Zoti e ka premtuar në Kur'an yukhlifuhu. Çdo thot fjala yukhlifuhu, Zoti e ripërtërin atë, ose siç tha pejgamberi sa nuk varfërohet njeriu nëse jep, ose siç është hadithi që thot, çdo ditë sa herë që lind dielli, 2 melek, 2 engjëj zbresin tokë dhe thonë Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. O Zot, jepi kujt jep dhe mbaje dorën, pra mbaje furnizimin ndaj atij që mban dorën. Pra, domethënë e sa transmetimi kaq për vlerat e sadakas edhe të lëmoshës. Kështu që për të dalë në një përfundim, lejohet që të shfaqet, lejohet që të bëhet haptas kur mendohet njëra për 2 gjërave, ose fakti që mund ndikojnë të tjerët dhe të kontribuojnë, ose fakti që ka nevojë për transparencë. Sepse unë me vërtet ti kam sjell ty lekët, po unë nuk e di se çfarë ke bërë ti me lekët e mia. Dhe në momentin që ti e paraqet, atëherë ti tregon se ku kanë shku lekët e mia dhe është normale që njeriu të di se çfarë është bërë me paratë e tij, është tepër normale. Kështu që njerëzit që shkruajnë rrjetet sociale, le të lejnë komente dhe të fillojnë të japin informacion më mirë. Sa kur bën koment më mirë fut diçka. Qoftë dhe pak. Bukur. Është një tjetër temë, prapë, që është e diskutueshme, por besoj më shumë kjo është në vendet arabe. Pra ka disa shtete islame që me paratë e zakatit i kanalizojnë në donacione për arsimin, për shëndetësinë, për investime publike që i shërben jetës qytetarëve. Pra, a mund të përputhet kjo, pra ka ndryshuar, dikush thotë ka ndryshuar dhe kohrat, a futet dhe kjo pjesë domethënë? Zakati normalisht ka kategori për të cilat Zoti i ka qartësuar në Kur'an, 8 kategori dhe nuk mund të dilet nga 8 kategori. Lëmoshat e tjera, po themi.
Mirë po, domethënë kanë gjetur një lloj hapësire tek fjala e të Madhit Zot ku thot fi sabilillah, në rrugë të Zotit. Në rrugë të Zotit, domethënë kur bëhet fjalë kur qëllimi dhe synimi mas një vepre të caktuar është ngritja e fejes, e besimit, e imazhit, përmirësimit të gjendjes njerëzve etj. Futet. Domethënë ka le të themi ka një hapësirë, një marsh ku njerëzit mund të manovrojnë. Jo, ka domethënë mbledhje, këshilla të caktuar, të cilat janë mbledhur kohë mas kohe dhe të cilat domethënë kanë bërë disa përjashtime për kohët që ne jetojmë. Pra futen domethënë tek ndihma për njerëzit. Sepse në fund fare zakati çfarë qëllimi ka? Zakati ka qëllimin që njerëzit të dalin nga nevojat e tyre. Ajo që thamë ne, të lirohen, të pavarësohen. Dhe nëse kjo arrihet duke bërë xhami, le të bëhet xhami edhe me lek zakatin, nëse njerëzit nuk kanë mundësi ta bëjnë. Nëse njerëzit nuk kanë mundësi le të themi të bëjnë një klinik vet, apo shteti nuk e ka, le të themi për shembull, atëherë mund të jepet dhe mund të bëhet nga lekët e zakatit. Pra unë mendoj që ka një lloj tolerance. Ka një lloj tolerance. Pra, si është përhej që mos mjep peshk, po mëso peshkimin. Pra, nëse ti arsimon tjetrin, unë përmend për shembull rastin e shtetit Kuvajtit. Bursat e tjera. Shteti Kuvajtit ka një institucion veçantë që quhet Beitu Zeka. Duket se është lideri botëror i bamirësisë, është shpallur. Po, është shpallur lideri botëror i bamirësisë, i humanizmit. Ajo që është interesante, ata kanë dy funksione. Flas për Beitu Zeka. Mbledhin zakatin dhe e investojnë zakatin. Kështu që domethënë në momentin që ata bëjnë disa gjëra që duket sikur s'kan lidhje me zakatin, faktikisht është një para e fituar nga investimi i zakatit origjinal. Pra le të themi nëse Beitu Zeka për shembull bëri një shkollë, nuk është të thënë që ky lek të jetë leku kjo para hedhur të jetë leku i zakatit fiks. Është fitimi i investuar. Po i fitimi i investuar sepse ata bëjnë domethënë investime, bëjnë me këto lek. Pra, gjithë ideja është menaxherët e zakatit, el amilin alejha. A mund të bëjnë punë me zakatin në mënyrë që ky lek zakatit të shtohet edhe më shumë? Atëherë unë mendoj që këta ecën në këtë linjë dhe që ka hapësirë. Pra përderisa unë le të themi vleftën e zakatit nuk e prek dhe po punojnë me fitimet e punës, atëherë nuk ka asnjë lloj problemi që të hidhet edhe në fusha të tjera, përveç fushave që ka përmend Zoti në Kur'an, pra që janë 8 kategoritë që e përmendur në surën Tobe. Bukur. Atëherë bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi pra sërish në studio. Ja pra kur rikthyem sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, ne zakonisht në debatet apo diskutimet që kemi njëri tjetrin, sidomos besimtarët, fund fare themi Zoti e di më së miri. Në këtë rast është Zoti ai që thot, Zoti pra e di më mirë, pra është i gjithditur, është edhe i urtë. Kush është urtësia në këtë pjesë? Urtësia është se njeriu nganjëherë kur bën bamirësi, nuk është se e merr feedbackun pozitiv. Zoti thot, Zoti e di se çfarë keni dhënë, nuk ka problem. Pra mos prisni që njerëzit tua dinë, e di Zoti. Sa po. Pra se thosh e kultivon, siç është dhe hadithi bimës. Dhe Zoti është i urtë. Pra, sikur më thon Zoti, e din Zoti pse po thot prindrit të afërmit, jetimët, varfrit nevojtarët. Pra ka një urtësi Zoti në këtë gjë. Pra, le të themi për shembull, çfarë mund zbulojmë ne nga kjo urtësia? Në fund fare, njeriu kush është ai që e do më shumë se sa veten e vet? Prindi i tij. Atëherë Zoti renditi prindin. Ku ka si gjaku? Për çdo hall, për çdo nevojë, ne çfarë bëjmë? Mlidhemi si fis, mlidhemi si gjak. Atëherë prandaj vuri. Pastaj renditi jetimin. Pra jetimi është më parsori në momentin që dalim nga rrethi i ngushtë. Pse? Sepse se ka këtë që kemi ne, farefisën e familjes. Ka farefisën e gjakut që kemi ne. Pastaj vjen pjesa tjetër, pra kjo renditje që Zoti ka bërë ka urtësinë e vet. Pra ka brenda urtësi, pra njëri i cili mediton e kupton se kjo lloj renditje që ka bërë Zoti gjës është shumë e rëndësishme. Edhe një gjë tjetër. Fakti që Zoti kur dikush ka thot jep, kjo është një urtësi tjetër në vete, sepse njeriu është i prirur, edhe pse ka, është i prirur që mos t'japi. Zoti thot jo, nëse ke jep.
Pra mos e mbaj Se di Zoti urtësinë, po. Ajo që thamë ne më herë, duke thënë faktikisht ti ke ruajtur e duke mbajtur faktikisht ti ke humbur, sepse ajo që ti ke mbajtur o do ta konsumosh, dhe në thojza është humbje, o do t'ja lësh trashëgimtarëve dhe në thojza është një humbje, në thojza sepse nuk është humbje, po themi me fjalë. Kështu që pra arjeti ka urtësinë e vet brenda dhe gjë tjetër shumë interesante, një urtësi tjetër që po mbjen tani në mendje, është fakti që profeti alayhis salam për çdo lloj situate ka qenë i orientuar nga Zoti. Pra kemi shumë herë në Kur'an që thuhet të pyesin dhe vjen përgjigje nga i Madhi Zot. Kështu që domethënë ka urtësinë e vet gjëja dhe ka çdo gjë me dijen e Zotit edhe me urtësinë e Zotit. Pra njerëzit paguajnë, se zakonisht pasurit paguajnë taksa, do mos çdo lloj sistemi, pra mos harrojnë edhe pjesën e taksave hyjnore që siç thot Zoti, mund gjen ke i varfri, ke nevojtar. Nuk krahasohet. Pra mos dim se në ato lekse në mënyrën se si nuk hum pasur. Dhe në sasinë se si kërkohet, po edhe në mënyrën se si duhet klasifikohet dhe kush janë meritorët, pa ka një dallim shumë të madh. Është dhe një pyetje që besoj se vlen, domethënë që përcillet, pra njerëzit duket sikur nga le të themi arsyeja ka lënë justifikim. Pra thot, unë nuk e çoj dot thot paran ke filani sepse është përtac nuk punon ose pin cigare, pra i gjejmë çdo ditë ose pin alkol, ose lumbixhoz. Lumbixhoz. Në fakt çfarë ka fëmia fjala bie që këtë rast vun si veprohet ato raste. Faktikisht në situata të tilla është mirë që personave në fjalë mos u jepet gjë, po për shembull le të blehen ushqime ose rroba për familjen e tij, për fëmijët e tij. Pra nëse ne për shembull është bërë pyetje mua për shembull, thotë si ta ndaloj djalin nga bixhozi, për shembull, ose vllajën si ta ndaloj nga bixhozi. Mos i lëni lek në dorë, i kam thënë unë. Pra këta njerëz cilët abuzojnë, këta njerëz cilët le të themi me pasuri që ju jepet përfitojnë haram, ose janë njerëz le të themi parazit. Po ne kemi të bëjmë me familjen e tyre. Sa mund të lehtë, i harxojnë kot i shpërdoren para domosdoshmë. Ose shpërdorues. Mirë, gjithë problemi është tek fëmijët e tij ose tek familja e tij. Domethënë çfarë kanë ata për fajt të këtij. Atëherë unë mendoj që në këtë rast ju ofrohen atyre ushqime ose ju kërkohet një listë për nevojat që kanë dhe ju ofrohet diçka. Pra mos t'i lejmë këta të vuajnë për shkak të paudhësisë që ka, le të themi, kryefamiljari. Pra ti kthejmë në të mirë materiale shpërblime natyrë. Pra mos t'i japim kesh, sepse ai ndoshta abuzon. Po, fiks. Por këtë nuk ka ku e shet, thjesht do ta konsumojnë në përditshmërinë e vet. Ka dhe gjë interesante, ka njerëz që kur i thu do t'i jap ushqime nuk pranojnë. Dhe ti ke shpëtuar, ka njerëz që ti thosh, vjen lyp diçka ose merr diçka për të marrë diçka. Thotë çfarë do t'i thotë, s'kam lek me ble bukë, hajde i marrim bukët bashk. Ta blejmë. Jo thotë ndesha lekët. Po. Aty pra ti e teston pak a shumë edhe e kupton se për çfarë duan realisht ato para. Gjithashtu njerëzit kanë një tjetër shqetësim. Fjala bie thonë që jeta e përditshme, rutina, angazhimet nuk na lejojnë që studiojmë apo që të shkojmë të çojmë para tek njerëzit tot sepse s'na del kohë marrës me familjen tonë. A lejohet pra që të delegohet, le të themi, lëmosha apo zekati tek një individ, tek një organizatë, një shoqat apo cilët e menaxhojnë? Po lejohet, nuk ka asnjë problemi. Faktikisht më e mira dhe më e bukur është që njëri ta kërkojë vetë një gjë të tillë, po siç thoni ju, domethënë motori i jetës nuk ta lejon një gjë të tillë për shkak të angazhimit, atëherë tek njerëzit e besueshëm. Dhe në momentin që ne i japim tek njerëzit e besueshëm me qëllimin, pra, dhe i thuhet, unë për shembull dua që këtë para ta çoj për shembull le të themi tek jetimet. Dhe personi apo institucioni është i besueshëm, ti ke bërë punën tatë tek Zoti i gjithësisë, i në rregull. Tek një imam, tek një hoxh, tek dikush që ka një pozicion caktuar dhe ai njeh njerëzit ose merret me njerëzit, atëherë absolutisht po mund delegohet dhe shpërblimi është njësoj. Pra këto që dalin për shembull jetimët, e thot aty jep donacion për shembull direkt dhe ti mundesh ta bësh direkt nga banka, pra pa u lodh fare dhe me shku te shoqata, dhe këto hyn në këtë sferë domethënë, në këtë përkufizim. Është Hoxhë nderuar, e falenderoj që sot me ne. Besoj teleshikuesit kanë shumë pyetje tjera që ne si kemi ezauruar do të gjitha, por që le të na mirë kuptojnë, pra ne prekëm pak më praktike dhe më pikante që hasin njerëzit në përditshmërinë e tyre.
Gjithashtu falenderoj teleshikuesit për vëmendjen që na kushtuan në puntatën e sotshme.